e kam ndjekur me vëmendje të gjithë situatën, por dhe e kam prekur bashkë me bashkëpunëtorët e mi në çdo cep të rrethit të librazhit. Dakor, cilat janë disa nga problematikat më kryesore, më themelore që ka librazhi ku duhet vihet dorë, edhe sipas jush nuk është vendor gjatë këtyre viteve? Faktikisht e majta propagandoj shumë për 100 fshatra turistike. Po. Janë 2 fshatra, 3 fshatra. 2 fshatra u vendosën dhe librazh. Po. Por në optikën time, por dhe të specialistëve të librazhit, por dhe më gjerë, ne e mendojmë librazhin dhe Prensin si një fshat të madh turistik, duke nisur nga qendra deri në skajet më të largëta. Po pse e mendojmë kështu? Çfarë mund të ketë resurse më të mëdha furstude nga Sopoti? Çfarë mund të ketë resurse më të mëdha dardha nga Kostenja? Çfarë mund të ketë resurse më të mëdha furstude nga Rajca? Dhe që ta bëshim të jetueshme, të banueshme dhe të gjithë ata që janë larguar të rikthehen vendeve të tyre prallore të bukura. Ne duhet ta konsideronim këtë si një atraksion turistik të gjithën. Po çfarë do kjo që ta arrim aty? Kjo do në radhpar një dakordsi të madhe politike, të majtë të djathtë. Kjo do një dakordsi të madhe me potencialet intelektuale që kemi, të inxhinierisë, të bujqësisë, të pyjeve, të jurisprudencës, të ekonomisë. Nuk ka pas bashkëpunim të mjaftueshëm në nivel vendor. Jo që nuk ka pas bashkëpunim të mjaftueshëm, por nuk ka pas dëshirë për ta zhvilluar vendin e librazhit. Qoftë të majtët, që normalisht e kanë ktheluar krizën, por qoftë dhe të djathtët nuk janë ngritur në parametrat e duhura. Pra të gjitha këto potenciale duhet të harmonizohen dhe të bëjnë një plan tërësor zhvillimor, duke nisur nga qendra e librazhit dhe në skajet më të larta. Për shembull, ne duhet të bëhet një rrugë nga Miraka në Polis, në Sopot dhe të lidhet me Zavalinën dhe Gjinarin. Nga Sopoti të lidhet me Lepushën, me Quksin. Dhe kjo do t'i japi një dimension të ri turizmit dhe agroturizmit. Jo vetëm për librazhin, por edhe për Elbasanin. Për rrethet fqinj, për rrethet fqinj. Dhe ashtu siç është që shkojnë në muajt e verës pranë detit, po në muajt e verës dhe dimrit duhet jenë dhe pranë malit. Pra Durrësi, Elbasani, Vlora, nuk ka pse shkon në Theth, sepse Thethi është këtu. Unë nuk dua të me këtë deklaratë nuk dua të minimizoj vajtjet në Theth, por për shkak të reliefit tonë të mrekullueshëm, afërsisë dhe kursimeve, absolutisht kjo do të ishte një mrekulli e vërtetë. Ne duhet të japim një prioritet të ri zhvillimit të arsimit. Sepse po ta shikosh sot në rrethin e librazhit janë 1200 mësues. Dhe janë 5 mësues për 3 nxënës. Shkolla me turne, që absolutisht thjesht merren rrogat, jo se s'duan mësues, nuk duhet hyjë te cilësia e mësimdhënies, sepse ata mund të kenë mësues shumë profesionistë. Nuk duhet merren me mësimdhënien. Por duhet që ne kjo është një plan i përgjithshëm zhvillimor. Pra, të referohemi ke shkollat. Spitali i librazhit po shkon drejt mbylljes, po ngelet thjesht një shërbim urgjence. Pra 84.000 banor do jenë të destinuar të vinë në Elbasan apo të ikin në Tiranë, në shtet apo privat. Pse mos jetë funksional ai spital? Pse mos ketë mjek specialist? Pra, edhe kjo duhet në stimuluar për të arritur në parametrat e duhura, sepse librazhi tash gjykata, prokuroria dhe institucionet e tjera kanë ikur, kanë ardhur në Elbasan, por me sa po shikoj kjo harta e re e gjyqësorit, më duket se do i kufizoj edhe këto. Atëherë çfarë mbetet për librazhasit? Mbetet të japim prioritet agroturizmit dhe turizmit, sepse ne nuk kemi dhe në industri, domethënë që të flasim.
Do thoni ju se si mund ta bëjmë dhe si ta afrojmë mundësinë për t'u arsimuar sa më mirë. Absolutisht, ne duhet të grupojmë shkollat dhe transport jo të dërgojmë mësuesit për dy nxënës, po të marrim ato dy nxënës dhe t'i sjellim te shkollat më cilësore. Po si ndodh kjo? Kjo ndodh duke i dhënë një hovë dhe prioritet infrastrukturës rrugore. Ne kemi burime hidrike të jashtëzakonshme, ku janë dhënë dhe 48 leje për hece deri në këto momente, por janë në plan 112. Do thoni ju, a duhet t'jepen? Absolutisht edhe duhet t'jepen leje për hece. Por këto leje në radhë të parë duke u bazuar te kontratat duhet jenë të zbatueshme. Qoftë nga koncesionari, por edhe nga pushtetari. Pse e them unë të zbatueshme? Në radhë të parë, nga muaji maj dhe deri në muajin shtator, këto duhet u vënë kyçat. Dhe uji duhet të jetë disponibil për vaditje. Pikërisht për këtë doja të thosha, domethënë duhet të jetë pjesë komuniteti në këto projekte, pra të ketë përfitime. Sepse ne në qoftë se do t'u japim thjesht prioritet heceve për energjinë që është e domosdoshme, do lem apo nuk do t'i japim prioritet pemtarisë, vreshtarisë, blegtorisë, bujqësisë dhe të gjitha resurseve që zhvillon ajo zonë. Por jo vetëm kaq, hecet e ndërtuara, taksat që paguajnë, nuk duhet të jenë thjesht për pushtetin qendror dhe pushteti lokal i ngelet një tarifë vogël, por duhet të jetë me përqindje dhe ato fitime të ardhura që marrin koncesionarët, taksat dhe tatimet që derdhen depozitohen te pushteti lokal të kthehen në shërbim për qytetarët. Madje unë do isha që rrethit Librazhdit këta koncesionarë pse mos të bëshe në kontrat që të paguajnë për qytetarët edhe një pjesë të energjisë elektrike. Sepse ju e dini shumë mirë që fitimet aty janë marramendse. Po për çfarë rrinë ata banorë atje? Ato rrinë për ujë, rrinë për pyet, rrinë për ato toka, dhe blegtorin, bujqësin, bletarin, po në qoftë se ti e fut gjithë ujin në tuba për interesat e tua, atëherë gjithçka atje është e përfunduar. Pra fauna dhe flora shkatrohet. Ne bizetojmë me bashkëqytetarët tanë. Dhe ata normalisht janë shumë të indinjuar. Po shumë të indinjuar për mënyrën e menaxhimit të resurseve natyrore. Madje disa thonë, me që po na marrin ujin, po na futet gjarpri në shtëpi. Se kërkon ujë. Po jo vetëm kaq. Ne flasim për biodiversitetin. Ne flasim sepse vetë qenia njerëzore ne jemi divers. Pra kemi diversitet me njëri tjetrin, por nuk duhet shkatrojmë biodiversitetin. Kjo është çështja. Prandaj harmonizohet mirë njeriu me natyrë. Po sa i përket ndihmës që për fermerët, sa prezente kanë pushteti qendror, flas këtu në subvencione, në gjitha të tjera mbështetje që duhet të ketë. Çfarë mendoj unë? Ne kemi 3300 familje me ndihmë ekonomike në Bashkinë e Librazhdit, por duhet të jenë edhe ja 2000 në Bashkinë e Prenjës. Unë nuk jam për mos marrë ndihmën ekonomike ato familje që kanë nevojë. Por do të dëshiroja të kishte një plan tjetër nga qeveria apo bashkitë, që kjo ndihmë ekonomike të përktheheshe në subvencione, pra familja ta merrte, po jo thjesht ndihmë ekonomike dhe mos bënte asgjë, por në subvencione. Kush të merrte me bletarin, kush të merrte me pemtarin, me vreshtarin, me bujqësin. Pra jo thjesht si ndihmë, jo thjesht ndihmë, subvencion direkt në prodhim. Subvencion direkt në prodhim. Dhe atëherë kjo do t'i jepte një dritë jeshile që të gjithë emigrantët, por dhe migrantët brenda vendit, që kanë akumuluar para, do vinin të investonin ato treva.
Kjo do ishte në master planin e madh. Do investonin ato treva dhe do e bënshin të jetueshëm vendin. Pra, ajo do ishte një atrakcion jo vetëm për vizituar vendas, por dhe të huajt. Pra, Librazhi do ishte tërësisht një destinacion turistik.